Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Ka përfunduar pa marrëveshje takimi mes kryetarit televizjes vetëvendosja Albin Kurti dhe atij të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku. Takimi u zhvillua disa orë para se të përfundojë afati kushtetues për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Kryeministri i detyrë Albin Kurti ka thënë se sot ekziston një dallim drastik mes rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai tha se përpjekjet duhet të përqendrohen në gjetjen e një zgjidhjeje që do të shmangte mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Nuk kemi ende marrëveshje politike. Unë jam i bindur që përqendrueshmëri përpara që nënkupton edhe evitimin e zgjedhjeve të reja parlamentare, që pa dyshim, sikur se ato të mëhershme do të ishin të panevojshme, të paarsyeshme, e që besoj edhe të dëmshme për buxhetin e shtetit dhe për ekonominë e vendit, nuk është e mundur ndryshe përveç se pa marrëveshje për çështjen e zgjedhjes presidentit apo presidentes re. Pra, në kushtet kur ne zgjedhim kryetarin dhe kryesinë e kuvendit, zgjedhim qeverinë e re të Republikës Kosovës, mirë po, vim sërish tek problemi zgjedhjes së presidentit, kjo është një formulë tashmë e provuar dhe me metodë të njëjtë nuk mund të kemi rezultat tjetër fare, andaj kjo do të shpjente pashmangshëm drejt shpërndarjes së kuvendit. Marrëveshjen politike nuk e kemi ende, pritjet janë të ndryshme, qëndrimet nuk përputhen dhe është bindja ime që ka një dallim drastik midis rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Edhe lideri i LDK-s Lumir Abdigjiku tha pas takimit me kryeministrin e detyrë Kurti se janë shumë larg një marrëveshje eventuale. Nuk kam lajme të reja, por mund t'ju them se jemi shumë larg në ndonjë marrëveshje eventuale dhe nuk pres që të ndryshoj pa ndryshuar pozicionet politike të partive politike. Për LDK-n balanca institucionale është e domosdoshme dhe përderisa s'ka balancë institucionale, atëherë s'mund të ketë as marrëveshje politike klasike për cilën po themi po përpiqemi tash sa kohë, por nëse qëndrojmë pozicionet e njëjta si të dhjetorit, atëherë përfundimi është i njëjtë siç e kemi pasur deri më tani. Nuk kam lajme të reja, por mund t'ju them se jemi shumë larg në ndonjë marrëveshje eventuale dhe nuk pres që të ndryshoj pa ndryshuar pozicionet politike të partive politike. Për LDK-n balanca institucionale është e domosdoshme dhe përderisa s'ka balancë institucionale, atëherë s'mund të ketë as marrëveshje politike klasike për cilën po themi po përpiqemi tash sa kohë, por nëse qëndrojmë pozicionet e njëjta si të dhjetorit, atëherë përfundimi është i njëjtë siç e kemi pasur deri më tani. Po në momente që pajtohet që propozimi të nis nga LDK-ja, atëherë pajtohemi edhe për emra. Flasim e diskutojmë, por nëse pajtohemi që propozimi duhet të vijë nga LDK-ja, atëherë çfarë arsye mund të japim emra në këtë drejtim? E kërkova zyrtarisht sekretari i LDK-s, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje që të bëjë gjithçka që është e mundur që të thras seancën sot, sepse thira seancës varet prej kryesuesit më të vjetër që është nga Lëvizja Vetëvendosje dhe është vullneti i LVP-s. Pra duhet të ketë seancë sonte, duhet të konstituohet kuvendi i Kosovës sonte, duhet zgjedhet kryetari i kuvendit, duhet zgjedhet kryesia. Edhe njerë po them, ja njohim të drejtën vetëvendosjes që ta ketë kryetarin e kuvendit, na lejoni të kemi ne në kryetarët tonë në kuvendin e Kosovës, mos të futemi në kriza procedurale tutje, por të përpiqemi që edhe pas konstituimit të kuvendit, gjejmë zgjidhje. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza e ka refuzuar ftesën për takim me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti. Hamza i është përgjigjur përmes një letre Kurtit, ku i ka thënë se qëndrimi i PDK-s mbetet i njëjtë, se partia e tij qëndron në opozit. Hamza ka shkruar se për shkak të dallimeve programore dhe konceptuale, PDK-ja do ta ushtrojë përgjegjësinë e saj në opozit brenda Kuvendit të Kosovës. Ndërkohë që i ka kërkuar që sot, pra më 7 gusht, Lëvizja Vetëvendosje të ndërmarrë hapat e nevojshëm për përmbylljen e konstituimit të kuvendit. Nga ju kërkojmë që sot në përputhje me afatin e përcaktuar nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese të ndërmerrni hapat e nevojshëm për përmbylljen e konstituimit të kuvendit dhe t'i hapet rrugë formimit të institucioneve të reja, ka shkruar Hamza.
Deputeti Lëvizjes Vendosje Adnan Rustemi thotë se nëse kuvendi i Kosovës konstituohet pa marrëveshje politike për presidentin, vendi do të shkojë në zgjedhje pas 2 muajsh. Ai tha se zgjedhja e presidentit është përgjithësi e të gjithë deputetëve të kuvendit. Ne jemi në një situatë ku çështja e presidentit kërkon dakordim në mes të partive politike. Problemi sot politik në Kosovë është mungesa e vullnetit politik për ta zgjedhur presidentin. Pikërisht çështja e presidentit ka çuar vendin në zgjedhje të 7 qershorit. Prandaj nuk ka kuptim konstituimi i kuvendit pa një dakordim për presidentin, sepse konstituimi eventual i kuvendit sot pa një marrëveshje për presidentin është përgatitje ose para përgatitje për zgjedhjet e ardhshme. Ai është shumë e rëndësishme që këto orë që kanë mbetur, partitë politike të dakordohen që t'i japin vendit të institucione, po paraprakisht të dakordohen për çështjen e presidentit. Ka komunikim të vazhdueshëm të zotit Kurti me zotin Abdi Xhiku. Nuk e di a do të ketë takim, por ajo çfarë është e rëndësishme është që të kemi dakordim për presidentin. Nuk kemi pse të humbim kohë. Kjo çështja e krizës politike edhe e presidentit në Kosovë është e rruar për nga diskutimi. Domethënë, pothuajse prej shkurtit të këtij viti ne vetëm këtë temë kemi. Dhe është kryefjala e stabilitetit institucional. Domethënë, ata që sot flasin për konstituim të kuvendit pa dakordim për presidentin, në fakt janë duke injoruar problemin kryesor, që është mungesa e vullnetit ose dakordimit për çështjen e presidentit. Edhe kushtetuta, por edhe qëndrimet e partive politike duhet jenë në funksion të krijimit të gjitha institucioneve. Nuk mund të trajtohet kjo rrethon si një sekuencë e ndarë për një procesi më të gjerë që nuk kupton konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e qeverisë e zgjedhjen e presidentit të Republikës. Edhe kushtetuta e ka këtë funksion për të dhënë vendit institucione, jo për të pamundsuar institucionet, jo për të penguar procesin e krijimit të institucioneve. Ata që rrokën në nenët të caktuara të kushtetutës për ta arsyetuar pozicionin e tyre barikadues kundër procesit të zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës, janë duke justifikuar krizën. Kosova nuk ka nevojë për justifikime të reja të krizës politike, ka nevojë për zgjidhje. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, e ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje për shantazh me zgjedhje të jashtëzakonshme. Ai ka thënë se LDK-ja është e gatshme të ndihmojë në formimin e institucioneve, por se kjo arrihet me gatishmëri për kompromis. Duke shantazhuar me zgjedhje të jashtëzakonshme, nuk arrihet asgjë. Përkundrazi, ka shkruar ndër të tjera Hoti në Facebook. Deputeti Aleancës Time Kadriaj ka deklaruar se kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti po imponon agjendën e tij për arritjen e marrëveshjeve politike. Ajo tha se një figurë si Ramush Haradinaj në postin e presidentit do t'i bënte nder shtetit të Kosovës. Ka pasur juridike sepse vendimi i fundit të gjykatës kushtetuese ka qenë i qartë, i shkruar, i dokumentuar edhe i ka përcaktuar sot afatet kohore pas certifikimit të zgjedhjeve, domethënë 30 ditë janë në dispozicion për formimin, për konsultimin e kuvendit. Po, këta qëllimshëm po e shkelin kushtetuesën, sepse janë shkeljes të kushtetuesës. Ne e kemi pa dje edhe vetë fakti që pas certifikimit të zgjedhjeve kalon për momentet e fundit, ditën e fundit, mbajtja e seancës, ka qenë e pakuptueshëm dhe shifne tek në ditët e fundit i ka ftuar partitë politike për të debatuar për krijimin e institucioneve. Ndërsa ka pas në dispozicion një muaj të plot, një figurë e kalibrit të zotit Haradinaj i bën nder vendit edhe shtetit, sepse e ka një të kaluara historike, një background historike që se ka asnjë pi liderëve tjerë ose ndonjë personazhi tjetër në Kosovë, duke pas rol, duke qenë 2 herë kryeministër i Kosovës, duke ditë se çfarë raportesh ka me aleatet tonë, sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që i kish bën nder vendit emri Ramush Haradinit. Nuk e kemi propozuar, nuk e kemi thonë si aleancë që ose me kërku. A do të konstituohet sot kuvendi i Kosovës apo deputetët do t'i shpërfillin afatet kushtetuese për formimin e institucioneve? Në këtë temë flasim drejt për drejt me politologun Argjend Zejnaj, cilin pra kemi në linjë të drejt për drejt. Përshëndetje, zoti Zejnaj, fillimisht falenderoj që inkuadruat drejt për drejt në emisionin ton. Realisht, si po e shihni ju, a do të ketë sot konstituim të kuvendit deri në mesnatë apo jo? Kjo, Ilir,
Fillimisht përshëndetje edhe për juve, edhe keq që po shihemi vetëm në përngërqa institucional. Gjithsesi më thonë është një deja vu e keqe për Kosovën, për qytetarët, se nuk po shohim edhe pas 3 palë zgjedhjeve qendrore, nuk po shohim dritën e fundit të tunelit, në cilën dritë do të ndërtueshin institucionet fuqiplota dhe rrjedhimisht vim në një situatë ku po rrezikojmë edhe vetë ekzistencën e shtetit, kuptimin juridik dhe në kuptimin e subjektivitetit ndërkombëtar. Dhe kjo është falë papërgjegjësisë totale të gjitha partive politike, por mes shumëti, siç e kemi thonë në vazhdimsi, edhe po na bën më përsërit, për kështu është situata, gjithmonë fillon nga zoti Kurti, i cili ka edhe peshën elektorale më të madhe, por në njëjtën kohë edhe përgjegjësinë se qenujt pushtet, qenujt partia e parë, qenujt lideri më i votuar, nuk është vetëm privilegj, më shumë ka edhe përgjegjësi për secilin politikan normal, që e don vendin më shumë se sa të ardhmen e tij politike, duhet më interpretu edhe më kuptu kështu. Por deri në këtë momente, siç e patëm edhe lajmin e fundit, siç e parafrazuat edhe në kronikat e juaja, i bën që jemi në riskun e kohës, edhe në të njëjtën kohë jemi buzë gremines së kollapsit institucional dhe rrjedhimisht sipas gjitha parametrave të shikuar dhe të lexuar, po do t'i rikthehemi maksimalisht nëse nuk orgatet me gjetë dhe ndonjë hapësirë kushtetuese partia vetëvendosje, lideri i saj Albin Kurti, që më na dërguar në zgjedhjet në dhjetor ashtu siç i pëlqejnë kohëve të fundit, atëherë detyrimisht që në mesin e shtatorit do të shkojmë në zgjedhje të tjera, të katërtat për një periudhë ende përpara 2 vite. Jemi profesionalizuar në organizimin e zgjedhjeve, po jo në ndërtimin e shtetit. Dhe a është justifikim mungesa e marrëveshjes për presidentin që kuvendit të mbetet i pakonstituar në mënyrë që të mos rrjedhin afatet kushtetuese prej 60 ditësh për zgjedhjen e presidentit, sepse pastaj automatikisht vendi shkon në zgjedhje? Na po shohim që këta mu takuan, po të dyja palët po shihet që po futen në negociata jo për të ndërtuar institucione, jo për të ndërtuar kompromis programor, por për të matur forcat në një lojë ku vazhdimisht e thekson, por në të njëjtën kohë i fton prapë takim zoti Kurti, kur të njësh në negociata nuk i mos kam i marrë forcat politike, na bidim forcën elektorale të secilës parti. Ti dash me ndërtu si lideri i 3 fitoreve, i 4 fitoreve, o dash me ndërtu një bashkëpunëtor tradicional në kuptimin e shumicës kushtetuese, se jo vetëm tani që i kemi të nevojshëm, edhe për ndërtimin e kuvendit, qeverisë, edhe të presidentit, mbi gjitha, por edhe në një të ardhme, për marrëveshjen ndërkombëtare detyrimisht do të duhen vazhdimisht 2/3. Dhe zoti Kurti nuk e ka mri këtë te i kalim të këtij ngërçi tek personaliteti i tij në rrotpar, edhe pastaj edhe tek qeverisja e tij. Gjithmonë i ka mungu në esencë komunikimi, bashkëpunimi i sinqert edhe me partitë e opozitës së deri dhe në të njëjtën kohë edhe sidomos në këto kohët pasgjedhore. Pra vazhdimisht organizon takime vetëm sa për t'u hedhur fajin të tjerëve, por jo për të gjetur zgjidhje. Ka ditë që në start se është i refuzuar prej PDK-s, prej AK-s, për arsye të tyre që i kanë shfaqur publikisht, dhe në të njëjtën kohë i ka marrë vetëm atëherë LDK-ja, Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe kjo i ka 18 mandate. Nuk mundet mi rrit matutje. Ka që ka, edhe zoti Kurti e ka ditë këtë gjë dhe nuk mundet me thonë tash nuk i takon presidenti për shkak se nuk ka fuqi elektorale. Kryer pjesa elektorale, janë më zgjedhjet, i ki fitu zgjedhjet, nuk i ki shumicën e nevojshme për presidentin, zoti nuk i ki shumicën as për qeveri, as për kuvend, por po mbrin me u dakordu me komunitetet për gjëra të tjera, por nuk mbrin me u dakordu me një parti shqiptare për të kaluar ngërçin e zgjedhjes së presidentit dhe për të stabilizuar institucionet dhe për të rikthyer fokusin tek 40 milion që në start që rrezikojmë të humbim dhe për të tjera tema të cilat janë të brendshme. Zoti Zenaj, e potencoi edhe sot kryeministri Detyrë Kurti pas takimit me Abdi Xhikun se kërkesat e LDK-s janë në shpërputhje me rezultatin e zgjedhjeve. Realisht LDK-ja po insiston në postin e presidentit derisa lëvizja vendosje duket se po dëshiron që
postin e kryeparlamentarit ta merr Lidhja Demokratike e Kosovës, por të ketë edhe postet e tjera qeveritare. Si mund të gjendet një kompromis? Këtu një alibi edhe kushtetuese mund ta ketë Lidhja Demokratike e Kosovës me të drejtë. Për shkak se kushtetuta dhe gjykimet e kushtetutës e thonë qartazi. Kryetari i kuvendit e propozon dhe kuvendi pastaj e voton kandidatin për kryetar të partisë parë, e cila ka dalë nga zgjedhjet, jo nga shumica që krijohet në kuvendin e Kosovës, për timit qartë. Dhe prandaj, me të drejtë, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e synon, për shkak se ajo takon lëvizjet vendosje, nuk e synon kryetarin e kuvendit, e dëshiron dhe insiston që ta ketë presidentin. Kjo në arsyetimin e tyre real për mendimin tim, edhe të balancimit të pushteteve, por mbi të gjitha shoh për të madhe e Lidhjes Demokratike të Kosovës që duke qenë se është parti opozitare, edhe duke qenë se arsyetohet tek balanca e pushteteve ndërmjet partive politike brenda kuvendit të Kosovës, dhe duke qenë se insiston zotëri Kurti që të mos jetë kandidati për president ose presidente nga Lidhja Demokratike e Kosovës, atëherë LDK-ja në mënyrë gjentelmene do duhet të insistonte që kandidati të ishte nga opozita dhe ajo vetë të insistonte tek emri i kryetarit të Aleancës Parlamentit të Kosovës, zotëri Ramush Haradinaj, për shkak se do duhet me i besu një personaliteti politik, se nuk mund të themi që presidenti duhet të jetë jo politik. Duhet të jetë jo partijak, në kuptimin e fuqisë ekzekutive brenda një partie politike, por ti nuk mundesh me hek petkun e të qenurit politik një presidenti ose një presidenti e të ardhshme. Për shkak se pastaj ajo nuk mund të ketë edhe peshën politike në kuadër të këtij spektri politik çfarë kemi, e të cilin duhet me menaxhu që janë partitë politike, qofshin parlamentare ose jo parlamentare, por edhe institucione të tjera, edhe shoqërinë, pjesën tjetër të shoqërisë. Pra, LDK-ja arsyetohet për shkak se i takon te esenca e balancimit të pushtetit që thash. Por me që ekziston ky dallim i madh, që zotëri Kurti nuk po pranon për shkak se e din si kandidatja më serioze nga Lidhja Demokratike e Kosovës mund të jetë Zonia Vjosa Osmani. Dhe duke qenë se ka pas jashtëzakonisht shumë divergjenca me to në fund mandatin e kaluar, atëherë nuk ja lejmë vetes zotëri Kurti që themi e përpi ato që i ka thonë dikur për Zonin Osmani, dhe duke qenë që Zoni Osmani ka folur po ashtu ashpër përballë zotërit Kurti në fushatën e fundit elektorale, nuk pajton që të njëjtën ta votoj për presidente në kuadër të një marrëveshje VV-LDK. Ajo që është esenciale, nuk duhet me harru që aty janë na thojnë fushat i lirë që janë për neve, janë për qytetarët, janë për Kosovën. Kur po kryen zgjedhjet, pastaj po dalin që janë të gjitha janë kalkulime personale, politike, për secilin për këtyre që janë në kuvend Kosovës, dhe ose rrjedhimisht edhe për kryetarët e partive, të cilët nuk po tolerojnë që të çojnë pak pushtet, duke qenë se janë aty për interesat e shtetit. Zoti Zenaj, e potencuat edhe më herët që edhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese posti i kryeparlamentarit i takon partisë e cila dele para, në këtë rast lëvizjes vendosje. Megjithatë, në aktgjykimin e kushtetueses thuhet se i takon propozimi, dhe nëse ka një marrëveshje politike, lëvizja vendosje mund ta propozonte një kandidat për kryeparlamentar nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra, kjo çështje mund të kalojë shumë lehtë nëse ka marrëveshje politike, por ideja është që kërkesat janë të ndryshme mes dy partive. Po prandaj, sidomos kur jemi në këtë, si që thash, ofër gremines kohore për ndërtimin e institucioneve, të dyjat pandejnë që do të në këto minutat e fundit të përfitojnë diçka më tepër se sa që i propozojnë njëra tjetrës. Në këtë rast, zotëri Kurti i propozon për kryetar të kuvendit, për cilin s'është interesuar Lidhja Demokratike e Kosovës. Në anën tjetër, nuk e dim pjesën tjetër të këtyre diskutimeve. Sa e ka ofru nga pjesa e qeverisë, a i ka ofru diçka rrjedhimisht, sa do të jenë të efektshme ose të efektshëm ministrat e Lidhjes Demokratike të Kosovës në një qeveri ku shumica ministrave edhe kryeministri do të jetë i lëvizjeve vendosje, duke pas parasysh fuqinë politike të kësaj partie. Pra, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk pranon për shkak se të vetmen alibi pozitive për vete e ka nëse e merr pozitën e presidentit, duke qenë se pastaj nëpërmjet presidentit
mund të ndihet më e mbrojtur edhe duke qenë pjesë e qeverisë, por në të njëjtën kohë edhe mund të jetë si themi e barabartë për shkak se shumicën e pozitave kryesore shtetërore, siç e dini Ilir, i dekretuajnë kryeministrin bashkëpunim me presidentin. Dhe këtu po bëhet luftë e pastër kush sa po kap në kuadrët e majave të pushteteve që i kemi ne të ndara formalisht, por de facto siç po shihni kohëve të fundit, lëvizja vendosje është kthyer në një deja vu të asaj çka vazhdimisht i ka kritikuar ish partitë të cilat kanë qeverisë me Kosovën për rreth 20 vitet e kaluara. Pra, lufta po bëhet që të marrin sa më shumë hise në tepsinë e pushtetit. Po, nga jo çfarë kemi parë dhe dëgjuar nga deklaratat e partisë më të madhe lëvizjes vetëvendosje, duket se nuk janë të gatshëm për ta votuar një kandidat për president i cili do të ishte nga radhet e partive ish opozitare. Por është zgjidhje një kandidat konsensual i cili do të propozohej nga opozita, por i cili nuk është antari i partive politike, pasi që vetëvendosje këtë po e konsideron si një lloj kompromisi, një kandidat i cili vjen nga bota akademike ose por jo i partive politike. Ilir, po të ishte serioz, zotri Kurti, po të ishte serioze lëvizja vetëvendosje, do të na nxjerrte kriteret publikut, se ne po e votojmë. Qytetarët e Kosovës i votojnë këtë parti politike. Këta kur nuk janë transparent me publikun, atëherë çka presin mbi tyne? Do të duhemi nxjerr kriteret. A jetu dash me nxjerr konkurs për një president, çfarë ti e ke ideu, është një president ideal për ty po. Nxjerr kriteret. Çka duhet të posedoj një kandidat ose një kandidate për presidente, dhe çka nuk duhet. Dhe pastaj në kuadër të kësaj duhet me mri, je 6 vite në pushtet, nuk ke arrit me i bind të parti politike parlamentare që të ulen në një tavolinë dhe të diskutoni emrat. Në bazë që aty konkursi, në thojza për them konkursi, që ti si parti e parë, lëvizja vetëvendosje në këtë rast, e ke nxjerr para publikut dhe i ke tregu kriteret se si duhet jetë dhe se si duhet ketë dhe se çfarë funksionesh do të duhet me pas në të kaluarën e vet ai kandidat ose ai kandidate. Përndryshe, kjo është me insistu, me shku drejt zgjedhjeve të tjera të parakoshme. Por në analizën time i kam 2 elemente të cilat ndoshta është duke i menduar edhe zotri Kurti. A më na dërguan zgjedhje para se mu kthy, themi euforia hagës, siç e dim tashmë po i afrohemi shtatorit dhe mes shtatorit do të jetë epilogu nga ky proces gjyqësor. Apo do të orvatet që nëpërmjet hapësirave kushtetuese të na shty drejt zgjedhjeve që të mbahen të njëjtat aty ka fundi i vitit. Por qasja e deri tashme me çka është pa deri në këtë orë, zoti Kurti na tregon se nuk është serioz, nuk është interesuar me pas institucione, ose në të kundërtën është interesuar me pas të 3 instancat të udhëhequra ose të menaxhuara nga partia e tij dhe nga ai vet. Pra nuk pande me pas kompromis, përndryshe do të arrinte nëse jo me Pederken dhe me Aken, jo se jo, me Pederken do të duhej me që i ka marrë 4 takime deri tani, në një takim të 5 të këtyre minutave pas të fundit, do të duhej me ul edhe me gjithë kompromisin, me thonë në rregull është, unë kryeministrin e kam, kuvendin e kam, kryetarin e kuvendit e kam, presidenti ju takon juve, ju vendosni se kush do të duhet të ishte ai kandidat. Edhe nëse do të ishte ish presidenti Azoni Osmani, nuk do të duhej me përballë problem për zotin Kurti, as për lëvizjen e vendosjes për shkak se ti po hin në konjunkturat e partneritetit qeverisës. Dhe nuk duhet me pande që edhe pse je partia e parë, se zotën nuk je partia e parë, por nuk je fituesja, se fituesja absolute ka qenë në vitin 2021, por po ashtu edhe në zgjedhjet e para, më njëherë mas përfundimit të mandatit, kur doli realisht në zgjedhjen e 28 dhjetorit, kur kishte 51%, por nuk arriti as atëherë që të gjente kompromisin për presidentin dhe na dërgojnë zgjedhje. E tashmë nuk i ka 50% të kuvendit të Kosovës, i duhet hyj edhe për kuvend, edhe për qeveri, siç e thash, me komunitetet për të siguruar shumicën e thjeshtë dhe çka ka që nuk hyn në kompromise edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës në këtë rast, nëse jo me Pederken dhe Aken, siç e thash, por me Pederken dhe të gjej zgjidhje edhe për presidentin dhe të kalojmë tutje. Po, Zoti Zejnaj, nëse
Sot deri në mesnatë nuk konstituohet kuvendi, atëherë do të ketë shkelje të afateve kushtetuese, megjithatë kuvendi nuk shpërndahet pasi që nuk mund të ketë shpërndarje të kuvendit të shtënë pa u konstituar fillimisht. Asnjësit e kushtetutës nuk po e din përgjigjen e saktë se sa mund të zgjasë ky vakum institucional. Si po e shihni ju? E kemi thënë disa herë bashkë, domethënë neve këto procese po na mësojnë edhe se si mund të sillen në raport me kushtetutën tonë. Dhe po shihet që kushtetuta jonë, ani pse shumë moderne, është, falë zotit është, që themi ne në termat e shkenca politike, është kushtetutë e butë, fluide, që mund të ndërhyjmë të, dhe duke pa këto situata, duhet të na japin mësim dhe duhet të shohim në një tarmë jo të largët që të ndërhyjmë brenda kushtetutës, në sozat të demokracisë dhe të bëjmë plotësim dyshimet e nevojshme, që të mos na vinë të tilla raste kur na lënë në ngërsh për ka 2 vite e ma tepër dhe na lënë pa institucione shtetin tonë edhe ashtu të ri edhe të prisht edhe në të gjitha aspektet. Afati kushtetues e thot që sonte në 00 është afati fundit për konstituimin e kuvendit, 30 ditë pas certifikimit të rezultateve. Nëse zotëri Kurti do ta përdor për favorin e tij, atëherë i bjen që do ta dërgoj një kërkesë për interpretim në gjykatën kushtetuese, siç e thash, nëse pande që zgjedhjet duhet t'i mbaj ka fundi vitit për të korrur një fituare siç e pati në 28 dhjetor. Por nëse pande të kundërtën, unë besoj që do të mri dhe do t'ja mësy që të ndërtoj, ta konstituoj kuvendin, ta zgjedh qeverinë e vet, qoftë ajo edhe për 2 muaj dhe të shfrytëzoj këtë kohën 60 ditë prej natës së sotme dhe të mri një kompromis me partitë politike, qofshin ato pse jo, me ju rikthy edhe një herë Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Albaninë e Kosovës, por sigurisht që me vazhduhet me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me zgjedh një kompromis për presidenten e re. Përndryshe, nëse e bëjmë pyetjen ku i konvenojnë, ne të gjithë e dimë përgjigjen, zgjedhjet e radhës nëse do të mbahen, nuk i konvenojnë Kosovës në asë një segment shoqëror, jetësor, elementar, thelbësor, as ndërkombëtar, për shkak se të gjithë aleatët tonë, edhe vendet e Bashkimit Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me mesazhe direkte dhe indirekte, po na bëjnë thirrje që një orë më përpara të ndërtojmë institucionet. Përndryshe, jemi duke vonuar në të gjitha proceset e mundshme ndërkombëtare. Se s'po flasim për këto kombëtare, siç e dini, krizën ekonomike, inflacionin e lartë dhe të tjera me radhë. Po, shkurtimisht edhe 2 çështje, pra opozita ka akuzuar kryeministin në detyrë, ministrat në detyrë dhe presidentin në detyrë se pas betimit si deputet po i mbajnë pozitat në kundërshtim edhe me kushtetutën. Si po shihni këto përplasje? Me të drejtë, unë besoj që po ne jemi mësu me po zoten qeverinë detyrë, prap e thash, edhe këtë pjesë e ka në deja vu, edhe në vakumin e kaluar institucional dhe të konstituimit të kuvendit, po ashtu para dite qëndronin si deputet, pas dite shkonin si ministra, kryeministër, në atë botë nuk ka qenë zonja Haxhiu si ushtruese e detyrës presidentes, vetëm për ju rritën shkeljet, zoten, po jo zgjidhjet, jo respektimi i kushtetues, jo i respektimi i afateve kushtetuese, edhe kjo është mesazhi i keq për qytetarët, por edhe për aleatët tonë, për shkak se ne kështu tregojmë që ne nuk i njohim institucionet, që në pushtet neve supozojmë, ashtu si po sillen sot pushtetarët në detyrë, supozojmë që ligjet ekzistojnë aty vetëm për qytetarët, por jo për pushtetarët, jo për qeveritarët, jo për kuvendarët dhe të tjerë me radhë. Dhe unë sinqerisht të them, kjo është themi trilogji e Albin Kurtit që ka kthy Kosovën në një xhungël institucionale dhe ligjore. Në aspektin e brendshëm është thënë edhe më herët se mos formimi institucioneve të reja do të ketë pasoja shumë dimensionale, por në rrafshin ndërkombëtar, çfarë ndikimi do të ketë për Kosovën nëse mbetet pa institucione edhe këtë vit? Ilir, siç e thash, mesazhet e aleatëve tonë, Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë që jemi duke vonuar në të gjitha proceset. E thash, ne nëse nuk arrim sonte me konstituu kuvendin, me zgjedh qeverinë, dhe eventualisht do të ishte mrekulli edhe për presidentin që të merreshin vesh, ne fillimisht që në start në afat shumë shkurt kohor do t'i humbim edhe 40 milion tjera të Bashkimit Evropian dhe pastaj edhe të gjitha të tjera proceset që janë qofshin ato kredit, grantet të cilat qeveria i diskuton në raport me organizata financiare ndërkombëtare.
Pra këta nuk po I kalkulojnë këto gjëra, edhe s'po flasim në aspektin tjetër që Serbia çdo ditë më shumë po përfiton nga mungesa e të qenurit fuqiplotë Kosova në tavolinat e ndryshme ndërkombëtare dhe rrjedhimisht edhe zhvillimet gjeopolitike I lirë siç ishin edhe I përcjellni çdo ditë edhe ju, nuk na japin shans që ne të jemi kaq komod në një krizë institucionale pa institucione fuqiplota, për shkak se edhe siguria çdo ditë më shumë po rritet diagrama e pasigurisë. Do të thonë nuk kemi më siguri të qëndrueshme, sot ishin edhe tri fuqit kryesore të botës islame, I themi, e kanë shkruar një pakt, I cili pakt ju ofron siguri më shumë, ani pse janë shtetet fuqishme secila në një aspekt ose tjetër, edhe Kosova nuk e çon kokën se çfarë po ndodh në aspektin gjeopolitik global, por ne ndihemi sikurimi krejt bota e ka fokusin tek ne, gjë që është e vërtetë. Ju e shihni që as Shtetet e Bashkuara nuk e kanë fokusin as 10% të fokusit siç e kanë pas deri para 5 viteve të themi plus minus. Pra, jemi në një krizë, jemi në një vend ku çdo ditë më shumë Rusia dhe Kina pjam syn nëpërmjet proksive të tyre që ta destabilizojnë edhe këtë pjesë, për shkak se kjo do të shkëlqet vëmendjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, qofshin ato nga Irani, por edhe nga lindja e mesme, por edhe nga konflikti në Ukrainë. Mbetet të shihet sa do të respektohen afatet kushtetuese sot për formimin e kuvendit, për konstruimin e kuvendit dhe pastaj edhe për formimin e institucioneve të tjera. Të falenderoj shumë që u inkuadruat drejt për drejt dhe bët këtë analizë rreth zhvillimeve më të fundit politike. Kënaqësi që të muni le me juve çdo të mirë shëndet. Faleminderit edhe një herë, bisedua me politologun Argjend Zejnaj. Do të vazhdojmë tutje përfaqësuesi zyrës ligjore në Institutin Demokratik të Kosovës, Vullnet Bugashku, tha se afati ditor për konstruimin e kuvendit përfundon sonte në mesnatë. Bugashku I bëri thirrje lëvizjes vetëvendosje si grupi më I madh parlamentar që të procedoj sa më shpejt me propozimin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Në një situatë hipotetike, nëse sot nuk ftohet seanca dhe kalon afati kushtetues, Bugashku thotë se do të cënohej rënd kushtetuta. Zoti Bugashku, fillimisht faleminderit për kohën. Ka mbetur edhe sot që duhet të konstituohet kuvendi sipas afateve kushtetuese, por sinjalet nuk çojnë nëse shumë shpejt do thirret seanca. Çfarë ndodh realisht? Shikoni, edhe bazuar në interpretimet e gjykatës kushtetuese, por edhe në vetë kushtetutën e Kosovës, kemi një afat se kur duhet të përfundohet procesi I konsiderimit Parlamentit Kosovës, dhe ky afat 30 ditor mbaron sot në mesnatë, dhe normalisht që edhe ne si organizatë dje kemi bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës, por veçanërisht grupit më të madh parlamentar, këtë rast lëvizjes vetëvendosje, që të procedojë sa më shpejt me dhënien e propozimit të kandidatit për kryetar të kuvendit dhe kështu të përfundohet obligimi kushtetues që të konstituohet Parlamenti I Kosovës dhe pastaj mund të vazhdojnë edhe me procedurat e konsultimit politik sa I përket çështjes së zgjedhjes së qeverisë dhe çështjes së zgjedhjes së presidentit. Në momentin kur kemi konsultimin e Parlamentit, vazhdohet edhe me afatin 60 ditor ose hyn fuqi afati 60 ditor për ta zgjedhur presidentin dhe ekziston një periudhë arsyeshme kohore kur subjektet politike parlamentare mund të arrijnë edhe marrëveshje politike. Megjithatë, duhet me sqaruar një fakt që as kushtetuta e Kosovës, por as rregulloria e punës kuvendit, madje edhe vetë gjykata kushtetuese, për fat të keq nuk na ka sqaruar se cila është pasoja kushtetuese apo politike ndaj kësaj legjislature që sapo nisi të formohet, në rast se këta deputet të kuvendit të Kosovës brenda këtij afati kushtetues nuk e konstituojnë Parlamentin e Kosovës. Për mendimin tim, kjo do të përbënte cënim të rënd të rendit kushtetues të Parlamentit të Kosovës, të kushtetues të Republikës Kosovës, sepse fakti që gjykata kushtetuese I ka vënë rëndësi edhe këtij afati 30 ditor që duhet të respektohet dhe duhet të zbatohet, atëherë unë mendoj që këta deputet duhet ta kenë kujdesin maksimal të veprimit të tyre për faktin që nuk guxojnë që kuvendin e Kosovës ta lënë pa u thevelu ose pa u konstituuar në kuptimin e asaj të përmbushjes së mandatit dhe të përmbushjes së betimit të tyre si deputet që dhanë dje në kuvendin e Kosovës. Do të thotë që mbeten në vullnetin e tyre. Për shembull të grupit më të madh parlamentar vetëvendosjes këtë rast, nëse të apo jo, se s'ka pasojë apo shikoni, ai lëvizja vetëvendosje është shumicë. Pra ka fituar më shumë tiulse në Parlamentin e Republikës Kosovës, e ka të drejtën ekskluzive të propozimit të kandidatit për kryetar të kuvendit dhe rrjedhimisht e ka edhe përgjegjësinë kryesore që të thras seancën sa më shpejt konstitutive të Parlamentit, në atë mënyrë që t'ia ofrojë shtetit dhe qytetarëve të paktën kuvendin e konstituar. Për çështje tjera të marrëveshjeve politike, sa I përket formimit të qeverisë ose sa I përket zgjedhjes së presidentit, unë mendoj që
pastaj mundën që brenda kësaj periudhe kohore që është së paku deri në 60 ditë që është afati edhe kushtetues, që të arrin edhe konsensus, edhe kompromis, edhe marrëveshje me subjektet politike. Po pra, kjo pjesa e konstituimit të kuvendit nuk e pengon mandat që flitet për marrëveshje, sepse kurti djene në një konferencë tha që nuk duhet të konstituohet institucione as kuvendi as qeveria derisa nuk ka një marrëveshje. Do thotë mund të konstituohet kuvendi dhe të vazhdojë konsultimet me partitë. Ky është një kushtzim që nuk është i arsyeshëm dhe as i argumentueshëm në kuptimin as kushtetues, as ligjor dhe as procedural. Pse? Sepse procedurat dhe proceset mbi konstituimin e kuvendit, themelimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit janë të ndara. Pra janë çështje të veçanta dhe nevojitet, të themi ashtu, marrëveshje, të paktën për konstituimin e kuvendit së pari që me leju mundësinë që pastaj edhe me dinamizu edhe procesi i konsultimit politik sa i përket edhe qeverisë edhe presidentit, por asesi nuk duhet mbetet peng mos formimi ose mos konstituimi i kuvendit si pasojë e mungesës së një marrëveshje politike. Sepse mendoj që numrat në kuvend janë të paktën që me u themelu kuvendi. Edhe vetë kanë deklaruar. Edhe vetë kanë deklaruar që nuk e kanë asnjë pengesë as për kuvendin dhe as për qeverinë, kurse sa i përket presidentit, është çështje që nevojitet një diskutim dhe një dakordim me i gjerë politik në Parlament Kosovës për të gjetur edhe kandidaturat të përshtatshme dhe për të arritur edhe konsenzusin sa i përket quorumit dhe sa i përket vendimarrjes në zgjedhjen e presidentit. Hipotetikisht, nëse nuk thirret sot seanca dhe konsiderohet shkelje kushtetuese, kush duhet ta iniciojë një lëndë që ta dërgojë në gjykatë kushtetuese? Dhe kujt i shkon në favor kjo çështje, sepse atëherë kemi zvarritje, do të presim një verdikt të gjykatës. Kemi dy rrethana, unë mendoj që duhet më sqaruar edhe për hir publikut. Ish presidentja Zonja Osmani vitin e kaluar pati dërguar një rast në gjykatë kushtetuese. Edhe në atë rast pati kërkuar nga gjykata që të japë sqarime se cila është pasojë politike dhe kushtetuese në rast se këta deputet e legislaturës së kaluar nuk e konstituojnë kuvendin brenda 30 ditësh. Ajo kërkesë është tërhequr deklarativisht, siç është thënë në një konferencë nga ana e Zonjës Osmani, por gjykata kushtetuese nuk ka njoftuar kurrë. Sot asaj dite nuk ka sqaruar se çfarë është fati i asaj kërkese. Gjykata kushtetuese e ka të lejuar sipas ligjit dhe rregullorës së saj të punës që pavarësisht që pala tërhiqet nga parashtrimi i kërkesës ose nëse ka parashtruar kërkesën nga shqyrtimi më tej i kërkesës, ex officio ka të drejtën me ofru zgjidhje dhe përgjigje mbi atë kërkesë. Ja lejon rregulloria e punës dhe ligji i gjykatës kushtetuese. Çështja deri më tani është e paqartë sepse gjykata ende s'ka sqaruar se cili është fati i asaj kërkese. Prandaj edhe mund të shumë lehtë, ndoshta sot, ndoshta nesër, mund të aktivizohet më një herë gjykata kushtetuese dhe të alçojë njoftimin apo vendimin mbi atë rast. Pavarësisht që deri sot nuk e ka dhënë korrespondon me rrethanën faktike që e kemi sot dhe gjendjen aktuale politike që e kemi sot në kuvend. E dyta, po qëse nuk ndodh kjo, në rast se hipotetikisht konsumohet afati 30 ditor, shkilet sonte afati 30 ditor dhe këta deputet nuk e kanë kry mandatin kushtetues, përputhje edhe me kushtetutën edhe gjykimin, mendoj që hapet mundësia që së paku dhe deputet kuvendit Kosovës, qoftë edhe paraprakisht, para skadimit të këtij afati, qoftë edhe në rast se s'ka dhënë afati, më ia dërgu kërkesën gjykatës kushtetuese me kërkuar sqarim se cilat janë tashatutje veprimet ose edhe pasojat që mund t'i kenë kjo legjislaturë nga mos konstituimi i kuvendit në afatin e duhur. Sepse vjen qëllimisht një veprim i tillë që stopon. Absolutisht, kjo është veprim i qëllimshëm me dashje unë mendoj i grupit më të madh parlamentar, absolutisht, i grupit më të madh parlamentar, po e them kështu, i lëvizjes së vendosjes si parti që ka më shumë tiulse në kuvendin e Kosovës, por besoj që një kërkesë e tillë do të pranojë nga gjykata kushtetuese sepse nevojat dhe rrethanat aktuale e kërkojnë sqarimin e tillë. Për shkak se duhet ta kemi të qartë, jo vetëm deputetët, por edhe institucionet tjera, por edhe ne si qytetarë, se cili është efekti i arshëm i mos zbatimit të vetë gjykimit të gjykatës kushtetuese që e ka vendosur afatin në fjalë dhe me pastaj nëse eventualisht do të interpretohet ndonjë pasojë eventuale për këta deputet ose kjo legjislaturë si do të jetë fati i saj në rast se nuk e konstituon kuvendin për 30 ditë. Shumë kushta që vendi mund të shkojë në zgjedhje sepse është bllokuar konstituimi i kuvendit, kalon afati kushtetues, çka ndodh pas orës 24. Këtu është problemi. Për shkak se nuk kemi dispozita kushtetuese edhe as ligjore, as në rregullorët e punës kuvendit, dhe as në kushtetutë, cila është efekti apo pasoja e mos zbatimit të një afati të tillë. Pra,
Përderisa shpërndarja e detyrueshme e kuvendit ekziston dhe është e parashikueshme sipas njerin të Kushtetutës Kosovës, kur dihen rrethana se kur shpërndahet në mënyra të detyrueshme të Parlamentit i Kosovës, në rastin fjalë situata është pak sa më komplekse, sepse ne ende nuk kemi formim të legjislaturës, ende s'kemi konstituim, ende s'kemi krijim të Parlamentit ose edhe të struktura të Konventit të Kosovës. Prandaj është edhe situatë e paqartë, sepse si mund të parashikosh pasojë për një institucion i cili ende nuk është i konstituum, ende nuk është në fuqi dhe i themelum. Prandaj vjen interpretimi i radhës i gjykatës kushtetuese për të vendosur për fatin e këtyre deputetëve që e kanë shkelur dhe cënuar fatin kushtetues. Gjykata pastaj mund të interpretojë në mënyrë shumë kreative normat kushtetuese, mund jap edhe pasoja kushtetuese, por edhe mund të thotë se direktori është limiti jonë, sepse as kushtetuta, as rregulloria e punës së Kuvendit, as ndonjë ligj i përcaktuar në kuadër të legjislacionit në Kosovë, por as vetë praktika jonë kushtetuese e jurisprudencës nuk mundson që të vendoset një sankcion ose politik ose edhe kushtetues ndaj këtyre deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Por çështje që hipotetike që mund të interpretohet nga vetë këta gjyqtarë. Ajo që mori kritikat shumëta është kryesuesi i seancës Avni Devari që vjen nga vetë vendosje. Për shkak moshës që e udhëheq këtë seancë. A është dashur që me automatizëm ta merrte dje parasysh këtë kërkesën e zotit Kurti, apo do duhet të shqyrtohet të diskutohet me partitë e tjera se çfarë do të vendos, ta ndërpresin apo jo, apo ti kërkoj sërish emrin me insistim, apo u përdor nga një formule vetëvendosjes? Kryesuesi i seancës qëndron vetëm për faktin që e ka moshën më të vjetër si deputet i Kuvendit të Kosovës dhe vetëm në autorizim që e ka ai në seancën kushtojë ta zbatojë rendin e ditës ashtu siç është i paracaktuar tashmë. Me qenë se grupi më i madh parlamentar propozoi të themi ashtu ndërprerjen e përkohshme të seancës për t'i dhënë mundësi konsenzusit të marrëveshjeve të tjera, detyra e tij është vetëm ta zbatojë atë se çfarë kërkohet në rastin konkret, kur një shumicë e madhe e deputetëve e kërkon ndërprerjen e seancës dhe nuk e jep propozimin për kryetar Kuvendit. Thjesht dje lëvizja vendosi nuk dha propozim. Dhe ata kërkuan arsye edhe kohë shtesë për të diskutuar potencialisht me një partner të ardhshëm të bashkëqeverisjes. Në aspektin procedural, nuk është antiligjore fakti që është ndërprerje, në vetvete që është ndërprerje seanca. Sot nëse nuk thirret seanca dhe të i kalohet afati 30 ditor, atëherë sikurse kryesuesi, por ashtu edhe vetë grupi më i madh parlamentar kanë cënuar rendin kushtetues. Edhe vetë këta deputetë që se kanë konstituuar Kuvendi i Kosovës në afatin e përcaktuar nga gjykata kushtetuese cënohet vetvetiu edhe nuk respektohet kushtetuta dhe mund konsiderohet që është shkel rendi kushtetues i Republikës Kosovës, sepse këta deputet me vetdijet plot, pra nuk e kanë kryer detyrat dhe përgjegjësitë kushtetuese që i kanë sipas obligimeve. Nuk do duhet të penalizoheshin deputetët e partive tjera, sepse ata ishin për me vazhdu konstituimi i Kuvendit. Po sigurisht PDK, LDK dhe AK. Po sigurisht që pasoja është e përgjithshme. Pasoja do të jetë e përgjithshme. E përgjithshme sepse është të themi ashtu dëmin e shkakton legjislatura ashme. E shkaktojnë vetë këta deputet, të cilin nga mungesa e vetdijes ose edhe vullnetit, por edhe paaftësisë që me e njoft dhe e kuptuar rëndësinë e konstituimit të Kuvendit e vendosin ose kryejnë veprime të tilla të cilat më pastaj edhe mund cilësohen si veprime antikushtetuese dhe kundër rendit dhe frymës kushtetuese të Kosovës. Edhe për fond disa qartësime sa i përket edhe ushtruesit së detyrës së presidentes, kryeministrit në detyrë, ata u betuan dje si deputet. Tani ushtru dilema dje nëse ka president ushtrues detyrë vendi apo jo, nëse kryeministri është në detyrë apo jo sepse u betuan si deputet. Në çfarë situata është shumë e thjeshtë dhe situata është shumë e qartë. Nuk ka asnjë dilemë ligjore dhe kushtetuese për mendimin tim në këtë aspekt. Në 14 i rregullorës së punës së Kuvendit e specifikon shumë qartë. Nuk e di a kemi pasur rast edhe me pa dhe me lexu, por aty thua shumë qartë që kryetari dhe nënkryetarët e legjislaturës së kaluar në këtë rast ose të asaj që ishte, mund të qëndrojnë në funksion deri në seancën konstitutive të Parlamentit të Kosovës, dhe aty thua që për ta administruar në kuptimin administrativ, për ta mbajtur postin e kryetarit në kuptimin e zhvillimit të procedurave administrative të zyrës së kryetarit. Çka nënkupton kjo? Që ata qëndrojnë në funksionin ose kryetari i Kuvendit qëndron si kryetar i Kuvendit deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, me qëllim për të ruajtur vazhdimsinë administrative të zyrës së kryetarit të Kuvendit. Dhe në rastin konkret ai nuk ka mandat politik, si kryetar Kuvendit që me thirr seanca, që me taku kryetar përfaqësues partive politike ose me bë veprime në rastin konkret siç bë veprime kryetari i Kuvendit për të thirrur ose udhëheq seanca ose për
për të zhvilluar procedura parlamentare. Pa i thjesht qëndron në kuptimin tranzitor si kryetar i kuvendit deri në zgjedhjen e kryetarit të ri për të kryer detyrat dhe veprimet administrative të zyrës së kryetarit të kuvendit dhe për të mos ta lënë pozicionin vakant, sepse ju e dini edhe nga praktika e kaluar, në rastin kur zgjedhet kryetari i ri në seancën konstitutive, ndrohen pozicionet. Kryesuesi i seancës e lëshon vendin dhe vije më njëherë kryetari i kuvendit. Marr fjalimin dhe ulet në ulsin e kryetarit të kuvendit. Dhe nga ai moment ai është kryetari legjitim i zgjedhur dhe i gëzon benefitet dhe përgjegjësitë edhe të ushtuesit e detyrës së presidentit të shtetit. Përderisa ende seanca konstitutive e filluar nuk ka përfunduar, nuk është zgjedhur ende kryetari i ri i kuvendit, unë nuk shoh asnjë pengesë, sepse ligjërisht është e qartë që i njëjti ose e njëjta mund të çndrojë edhe në funksionin e kryetarit të kuvendit, i cili funksion më tepër ka rol të ruajtjes së vazhdimësisë administrative të zyrës së kryetarit të kuvendit, por jo me mandat politik. Sepse mandati politik, na tashmë dimë që ka përfunduar i asaj legjislature të vjetër, mirë po me qëllimet e ruajtjes së vazhdimësisë administrative, ai qëndron për çështje teknike, ai qëndron si figurë e autorizuar aktualisht si kryetar i kuvendit dhe deri në zgjedhjen e kryetarit të ri ai mund ta ushtrojë atë funksion. Vonesat në krijimin e institucioneve kanë nështuar rrezikun që Kosova dhe më tej të ketë humbje financiare nga fondet e Bashkimit Evropian. Ndërprerja e seancës konstitutive nga lëvizja vendosje në mes të punimeve të kuvendit ka rritur edhe më shumë këtë rrezik dhe se zvarritja e formimit të institucioneve mund t'i kushtoj Kosovës me humbjen e rreth 100 milion eurove deri në fund të vitit. Zvarritja në formimin e institucioneve përveç të lashëve të brendshme dhe vështirësimit të jetës së qytetarëve, po reflekton edhe në aspektin ndërkombëtar. Ndërprerja e seancës konstituive të së entes me kërkesë të lëvizjes vendosje dhe mos formimi i qeverisë rrezikon t'i kushtoj Kosovës rreth 100 milion euro humbje nga fondet e Bashkimit Evropian, të ndara për Kosovën nga plani i rritjes. Situata e krijuar për qytetarët në Kosovë po shihet si e papranueshme. Kjo është katastrofë, kjo është më përmorë të zotit, po nëse s'kena nuk ka gjetë, po më në të tigra. Po mjeresht ata nuk kënë të shua për para, kisha dëshirua sa ma shpejt më përmu, e tjetër së më shumë. Por menimin tem, kjo nuk o mirë. Ta do të me bo një marveshje me bashkëpunua. Bashkimi Evropian ka parapar rreth 900 milion euro për Kosovën në kuadër të planit të rritjes, por vonesat në zbatimin e agjendës së reformave mund t'i kushtojnë vendit. Deri në fund të dhjetorit, Kosova është zëtuar t'i përmbush 79 hapa të agjendës së reformave. Në të kundërtën, rrezikon të humbas rreth 100 milion euro mjete që do të rialokohen vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Për humbjen e këtyre mjeteve, muaj më parë kishte paralajmëruar edhe koordinatori kombëtar për instrumentin për reforma dhe rritje ekonomike, Jeton Zulfaj. Ndërkohë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thekson faktin se Kosova për te humbjeve financiare, po tregon edhe jo seriozitet karshi partnerëve ndërkombëtar. Kosova ka me të fundit bashkë me Bosnjën që nuk po arrin ta marrin asnjë cent me përjashtim të parafinancimit edhe mas një viti gjysmë derisa u ratifiku marrëveshja në kuvendin e Kosovës. Kjo nuk jo vetëm në aspektin material, se domi është shumë i madh në aspektin material 100 milion. Mirë, po nuk është edhe një mesazh i mirë për investitorët e huaj, po ashtu kjo tregon edhe një jo seriozitet ndaj partnerëve tanë. Për shkak se plani i rritjes përveç që ka pas për qëllim ta ndihmoj të bërit reforma, me një fjalë ta përgatis Kosovën që spaku ekonomikisht të integrohet në tregun e Bashkimit Evropian, duke fillu pej brenda Kosovës me reforma në tregun e përbashkët rajonal, sipas marrëveshjes së Skopjes të vitit 2020 dhe të del në tregun evropian ku është një treg për 500 milion konsumatorëve. Në total, Kosova duhet t'i zbatojë 111 hapa në kuadër të agjendës së reformave. Hapat përfshin reforma në administratën publike, sundimin e ligjit, energji, digitalizim, zhvillimin e sektorit privat dhe arsimin. Një pjesë e këtyre reformave kërkon miratimin e ligjeve në kuvend, çka e bën funksionalizimin e institucioneve vendimtar për përmbushjen e obligimeve ndaj Bashkimit Evropian. Në mungesë të quorumit ka dështuar të mbahet mbledhja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës ku në rendite ishte paraparë shqyrtimi i kërkesës së ushtruesës së detyrës së presidentës së Republikës së Kosovës si dhe njoftimeve të gjyqtarëve dhe stafit administrativ nga komuniteti serb për tërheqjen e dorëheqjeve.
Në mbledhjen që u parapat të mbahet të premtën, munguan 4 anëtar të Këshillit, por se asnjëri nuk ishte paraqitur kërkesën për pushim. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Rustem Thaçi, pati kritika për mungesën e tyre. Ai tha se në emaillat e tyre ishte theksuar se KGK ndodhet në pushim kolektiv, vendim për cilin Thaçi tha se nuk ka. Përmes emailit kam pranuar 5 njoftime nga 5 anëtar të Këshillit, përmes të cilave me kanë informuar se 4 prej tyre nuk do të marrin pjesë në këtë takim dhe se në njoftimet e tyre, përveç të tjera është theksuar se caktimi i mbledhjes nuk është në përputhje me vendimin e KGK-s për orajën e takimeve. Po ashtu në këto njoftime është theksuar se Këshilli ndodhet në pushim kolektiv dhe se nuk janë paraqitur rrethona që të arsitojnë thirrjen e një mbledhje me karakter të jashtëzakonshëm. Gjithashtu kanë shtuar se për caktimin e takimit është e nevojshme të ketë edhe koordinim mes anëtarëve. Se nuk ka asnjë vendim të Këshillit për pushim kolektiv. Si pasojë e bojkotimit, KGK ndodhet në vonesa në mbushjen e përgjegjësive të tij dhe një sjellje e tillë sipas kryesuesit Thaçi është e patolerueshme dhe si pasojë takimi dështoi të mbahet. Përmes emailit kam pranuar 5 njoftime nga 5 anëtar të Këshillit, përmes të cilave me kanë informuar se 4 prej tyre nuk do të marrin pjesë në këtë takim dhe se në njoftimet e tyre, përveç të tjera është theksuar se caktimi i mbledhjes nuk është në përputhje me vendimin e KGK-s për orajën e takimeve. Po ashtu në këto njoftime është theksuar se Këshilli ndodhet në pushim kolektiv dhe se nuk janë paraqitur rrethona që të arsitojnë thirrjen e një mbledhje me karakter të jashtëzakonshëm. Gjithashtu kanë shtuar se për caktimin e takimit është e nevojshme të ketë edhe koordinim mes anëtarëve. Se nuk ka asnjë vendim të Këshillit për pushim kolektiv. Kjo pikë kishte shkaktuar përplasje edhe në mbledhjen e fundit të KGK-s, e cila ishte ndërprer pas debatit mes anëtarëve lidhur me shqyrtimin e kërkesës për tërheqjen e dorëheqjeve të gjyqtarëve dhe stafit nga komuniteti serb në veri të vendit. Të ndëruar shikues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që ishit me ne, mirupafshim.